Eria Ago, ishte dashura e Safet Bajrit, është lënë arrest shtëpie me vendim të gjykatës së posaçme të apelit, e cila zbuti masën e sigurisë nga arresti me burg. Ajo u mbajt prej muajsh në paraburgimin e POISK-s, pasi dyshohej se kishte ndihmuar në arratisjen e autorëve pas vrasjes së Fatbert Licit, ngjarje e ndodhur në vitin 2018 në lagjen Kiras të Shkodrës. Sipas dosjes së Spakut, menjëherë pas ekzekutimit të Licit, Ago dyshohet se ka marrë me makina Smer Bilalin dhe e ka transportuar drejt Tiranës, ndërsa Safet Bajri ka qëndruar në Shkodër. Hetuesit pretendojnë se këtë e vërtetojnë tabulatet, komunikime telefonike dhe pamjet filmike, që tregojnë se automjeti i përdorur në vendin e ngjarjes drejtohej nga Ago dhe se Bilali ka lëvizur më pas drejt Vlorës pasi ka lënë mjetin në Tiranë tek persona të tjerë të lidhur me grupin Bajri. Eria Ago u arrestua pak ditë pas Safet Bajrit më 26 shkurt 2025 në akuzën e përkrahjes së autorit të krimit. Megjithse së fundmi ishte prezantuar si biznesmene dhe kishte hapur një butik në rrugën Muslimshyri në Tiranë, emri i saj ka qenë i njohur për organet lizbetuese edhe më herët. Ajo është përfshirë në përgjimet që quan në arrestimin e Hermes Nikajt, i njohur si Zogu i Tiranës në vitin 2020, ku dyshohej si pjesë e një rrjeti prostitucioni, duke u përmendur në komunikimet e Anjeza Benës dhe Nikajt. Nga ana tjetër, Safet Bajri u arrestua nga SPAK më 21 shkurt 2025 bashkë me anëtar të tjerë të grupit të tij, si të dyshuar për vrasjen e Fatbert Licit, Xhaxhai Ibrahim Licit, kundërshtarit të përbetuar të Bajrave. Vrasja e Licit konsiderohet pjesë e përplasjes së gjatë mes dy grupeve kriminale të njohura në Shkodër, e cila ka prodhuar disa viktima ndër vite. Në këtë kuadër apeli vendosi të zbusë masën ndaj Agos, por ajo vion të mbetet në nënhetim si pjesë e një prej dosjeve më të rëndësishme të SPAK-ut për krimin e organizuar.